Për një ambient sa më të pastër, Bashkia Gjirokastër së bashku me Agjencinë e Shërbimeve Publike ka nisur pastrimin në zinxhira, konkretisht në lagjen e Romëve. Kjo lagje shpesh ka qenë problematike, ndërsa nga vetë banorët kërkohet më tepër ndërgjegjësim për t'i hedhur mbetjet në vendin e caktuar. Mirë bëni kina pastroni, se neve u qelbëm nga beturin atje. A nuk është gjë e mirë, qaj gjë e mirë është neve, u sumur. Shumë mirë është. Shumë mirë, bravo, rofshit, faliminderi shumë, që e pastroni. Neve jemi bërë sumundje do zem sumundje. Kështu që i bëjmë pastrimet tani mirë, po nuk është mirë kështu që i bëjmë këta, që i hedhin atje. Unë kam shtëpinë afër atje edhe ma ballkojnë rrugën. Njerëzit e të jenë i kulturuar njerëzit, jenë mirë njerëzit që mos hedhin më. Edhe ka pa pasorti shumë, i pastrojnë s'kan ku të hedhin, i hedhin tukë. Është shumë e mirë për kemi fëmijë të vegjël, kupton, apo pasortia është më e mira nga ushqimi, kupton. Ma telefon drejtorin e komunale që vjen e pastrojnë, kupton. Këtu mbushet gjithmonë këtu, ma vjen keq shumë kupton. Në lagjen Zinxhira, ku është vendosur edhe pjesa më e madhe e komunitetit rom, Bashkia Gjirokastër ndërhyri me aksion pastrimi për përmirësimin e kushteve mjedisore. Megjithatë, sfida mbetet tek ndërgjegjësimi i banorëve për ta mbajtur zonën të pastër.